Kështu e kanë pritur zonjat e Ersekës, në fakt kryeministrin e vendit me këngë dhe valle, duke u referuar dhe një tokë fjalë që në fakt të thënë shpesh nga ana e tij, jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në dalje televizive, bufi kënetës. Dhe këtë ja adreson nga ana tjetër në fakt ish kryeministri të vendit dhe zoti Sali Berisha. Disa kanë qeshur sine, se nuk mund të kalohet pa humor, disa të tjerë edhe janë shqetësuar, a është kjo forma e duhur për të ndërtuar një komunikim publik. Vetë zoti Sali Berisha e quan në fakt fjalën bufi, një simbolik shumë të mirë, sepse përfaqëson urtësi dhe dije. Por për shkuar përtej asaj që politikanët ndërtojnë për publikun në ligjëratën publike dhe sigurisht për të parë se ku mbeten kufijtë e etikës dhe profesionalizmit në ato çka duhet përcjellet përmes programit në këto ditë të nxehta fushate, ne diskutimin me një sy vërtet kritike ndërtojmë me zotin Ervin Goci, pedagog i gazetarisë. Mirëmëngjes, mirë se vjen profesor, si ne që jemi së bashku. Si që jam me ju, që fillojmë ditën bashkë. E filluam në fakt me zonjën nga Erseka që kishte zgjedhur një formë ndryshe për ta pritur kryeministrin, ai e priti me të qeshura, por publiku është ndarë në dy segmente, ata që kanë qeshur dhe ata të tjerë të cilët irritohen dhe presin të dëgjojnë më shumë për program. Nuk e di, domethënë ne jemi një event politik atje, sigurisht çdo gjë është e lidhur, pra nuk ka asnjë lloj surprize, shikojmë pushtetin lokal, shikojmë atë drejtuesin politik të zonës bashkë me kryeministrin, që i kuptimesh e lloji skenimi. Sigurisht pastaj për llojin e skenimit ne mund të flasim, unë për veten time nuk do e këshalon dot të plot atë këngë, se është këngë të mëshme. Megjithatë, jemi në fushatë dhe ne duhet patjetër që të bëjmë një lloj që quhet analizë metakomunikuese, pra të shikojmë si komunikohet komunikimi. Në sensin që ato gjithsesi janë evente, aktivitete, semiotik, simbolik, cilët duhen përçojnë disa mesazhe dhe ne nuk mund t'i injorojmë në mënyrë absolute, edhe t'japim patjetër ato analizat, komentet dhe qëndrimet tona. Sa normale është në një vend si Shqipëria të quhet kundërshtari politik bufi kënetës? Një lloj kuptimi është, shiko, ajo reflekton për mendimin tim ndjesë bën pak i mërzitshëm, do doja të isha çik më bëj çik analizë pak më në temperaturë, por duhet të them një gjë, meqenëse ma bëre kështu pyetjen, ajo që unë mendoj është kjo që ajo reflekton mënyrën si bëhet politika në Shqipëri. Në momentin që ti ke shkatruar gjithë institucionet, në momentin që ti ke shkatruar raportin me publikun, në momentin që ti bën një lloj fushate të cilën kryesisht nuk ka lidhje që komunikohet me atë që bëhet në terren, sepse ajo që bëhet në terren është shumë serioze, në kuptimin që këta kanë njerëzit e tyre, unë e di me siguri këtë gjë sepse kam me 10 njerëz që i njoh gazetarë apo diun, dhe nuk është kjo fushatë. Kjo është thjesht për të hequr vëmendje nga problemet reale. Pra kjo nuk është ajo, si më thon, shtresa komunikative e drejt për drejt, e sinqert, e relatuar me publikun. Kjo është një formë për të hequr vëmendjen dhe duhet të jetë patjetër sa më, siç e themi, një term kështu të sfachat ose shfytyruar në shqip, që të jetë sa më skandaloze, që të heqë vëmendjen, ke parasysh. Jemi një lloj countdowni. Countdowni është i tillë që ka aktorë të tjerë që operojnë, pra kanë ata dëshirë për vëmendje, duhet bërë diçka që ta heqë vëmendjen. Dhe ajo që unë shoh është që vetëm mënyrë për t'u shmangur një debati, një lloj krehe, një lloj scrutinize, i thonë anglisht, domethënë një lloj analize të hollë, të thellë, të asaj që ti je, çka ke bërë, pra një lloj bilanci me publikun, kjo është mënyra më. Pra, kemi të bëjmë me një rënje të debatit publik dhe me një komunikim më modern, më pop të politikanëve shqiptarë. Populist. Plus që debatin publik do duhet ta bëheshin ku ta diun aktorët politik, deputetët, do donin ta bënin, do të bëhen nga ekspertë e fushatave, nga njerëz që janë politik dhe të emëruar atje, apo që ka një farë stature, ndërkohë që këtu është mbreti dhe pastaj tjerët janë milingonat që vinë vërdall që përpiqen ta zbavisin, sepse ai ka ide të lodhshme dhe i moment caktuar mund të mërzitet. Mos është kjo është mënyra më e mirë për të britur tek publiku, sepse jemi mësuar që ndër vite kudo, në fakt, kudo në botë shohim që gjatë fushatës zgjedhore të bën ato fjalime filozofike, premtimet e zakonshme që tani më askush nuk i beson sa herë ka zgjedhur, sidomos në Shqipëri. Ndoshta duke marrë pak nga kultura amerikane, jo po këto memet, jo po orame. Mos është mënyra më mirë për britur te publiku, sepse në qoftë se ka një platformë matëse që janë rrjetet sociale,
shpërthyen, bën namin. Faleminderit që sot ashtu janë gjithë degraduar me qira fjala, nuk është se unë e kam me thjesht me. Po do shkojmë në fakt edhe te komunikimi që kanë patur aktorët. Se ajo Rame ishte thjesht një mënyrë për të hyrë në debatin publik, për mua ka pas shumë efekt. Por, vëdhën që ndodhë, nëse dhe shikojmë nga vipamja instrumentale dhe të bëmi të ftohtë, për mua, këto janë absolutisht sjellje, do i quajë deri diku me efekt për atë suksesshme. Si gjetje një gjë. Patjetër. Por, nëse do ta shikojmë analizën nga çfarë ka nevojë publiku, nga si duhet ndërtuar një fushat, nga se si duhet të qarkullojnë mesazhet në një fushat, unë aty shoh një degradim dhe shoh një çinteresim madje nga aktorët. Dini që Partia Socialiste sot s'ka një program. Të paktën tjerët janë lodhë me shkruaj 1-2 rreshta. S'ka program fare. E thotë ç'm duhet mua programi, unë thjesht vazhdoj punën. Ka një premtim. 2030 në Bashkimin Evropian thotë. Dakor, pa nuk është parollë, është slogan, nuk është program. Nuk është program vetë. Do shohim një tjetër material i cili na tregon komunikimin e radhës të bërë, me gluan thotë media është mesazhi, të shohim formën me të cilën ka shkuar mesazhi. Presim nga i gjej një konfirmim. Okej. Mirë, jemi këtu për t'i bindur t'i gjithë, se unë jam ai që mund të çoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në rregull, por pse dukesh si ai gogol? Je maskuar? Përkundërzi, e hoqë maskën. A bie madhe? Po ç'do bëjmë tani? Dalim në skenë, vetëm të shpresojmë që pas ka hyrë përpara ky mafiozi. Vlerat e Shqipërisë janë vlerat e Bashkimit Evropian. Dhe jam krenar që puna që kemi bërë së bashku, e sjell vendin tonë të dashur në këtë familje. Duhet ta ndalim. Jepi, shpërthemesh të vjen në gojë. Kush e lejuja të zokënet aty? Nuk është zokënete, është Sali Berisha. Jam gjallë. Mendua se më kishte ndodhur diçka, por jo, jam gjallë dhe tani është rada ime për të... Në fakt, unë e zura matë, beja është e shitur. Ti do më marrësh në qafë, si more lulin. Megjithëse se është e mëngjes dhe ky është fiks orari që fëmijët shohin ato animacionet e filma vizatimor, duke sikur Rama e ka bërë. Po dhe orari publikimit të kryeministrit ky duhet ketë qenë pak a shumë. Nuk e di çfarë ore ka hedhur. Në mëngjes e ka postuar, në mëngjes e ka postuar, po. Mëngjes, okay. Shpresoj që të keni sa më shumë fëmijë në shkollë, mos kenë pas celular me vete. Megjithatë, po patjetër është një lloj programacion. Ky ai ka, tani jemi në pikën që janë ndërtuar rubrika. Pra, nuk ka më rëndësi mesazhi politik. Tëra është kthyer një lloj si me thënë, një lloj studie kreative, e cila punon me ato tematika, si me thënë, fjalë, terma, ndoshta mimika, ndoshta polemika, ku do diun që bën kryeministri, do të thënë, gjithmonë flasin për njëshin, në raport me tjerët dhe tani ka dhe një gjë tjetër, do të thënë, sot edhe unë po t'ju pyes juve këtu, po dini të bëni sondazhe vërdall, a ka njëri në Shqipëri që mund të bëjë dallimi midis personit, ka thënë Edi Rama dhe kryeministit dhe institucionit kryeministrisë? Për mua është totalisht e njësuar. Pra jemi një situatë ku thash institucioni është zhdukur, nuk e ka më njëri as minimumin e cipës për të thënë që priti sekond, sepse unë jam edhe personi, domethënë Edi Rama, po jam edhe kryeministri i Shqipërisë, po përfaqësoj edhe institucionin kryeministrisë, nëse doni përfaqësoj dhe qeverinë, nëse doni përfaqësoj edhe shtetin shqiptar. Për këto as nuk do di njëri, as nuk pyet njëri. Unë për veten time jo garantoj që ka njerëz që kanë shumë më shumë fantazi se kryeministri. Problemi është a mund t'i bësh ato gjëra. Dhe këtu ne i kemi hequr tërë ato pragjet, pra nuk ka më prag që të thotë mos shko më tepër se sa kjo. Por duam që për mua kryesorja, madje këtu duhet të kem qenë në këtë studio një herë, që më kryesorja është të heqësh idenë e bilancit. Mos bësh bilancin për ato punë që janë bërë dhe që nuk janë bërë. Dhe këtu ai ka qenë shumë i suksesshëm, shumë i efektshëm, sepse tërë debati publik tani, po ta shikosh në për studio televizive, është i gjitha e tha, se tha, si e tha, ku t'ja tha, si u përgjigj ky, si bëri ai, ç'a bëri ky, ç'a bëri ai. Pra ne jemi duke komentuar çfarë thonë ata dhe unë për veten time thash në respekt të temës, unë do bëj komentet e mia,
por duhet kuptuar që në komunikim është shumë e rëndësishme për çfarë flitet. Dhe nëse ne duam të bëjmë një diskutim, hajde flasim për tërë çështjet që janë pastaj të anashkaluara dhe që klasa politike në përgjithësi, sidomos pushteti, nuk do që të flitet. Pra me qëllim e quan ndoshta një përcaktim e agenda setting për të bërë një përqendrim nga programi real. Patjetër, flasim për Bufin, Bufi dhe tash kanë filluar edhe bëjnë pak historinë e Bufit, si ka qenë Bufi në antikitet, ku diun. Jemi gjithmonë ke Bufi. Të dyja kahet po merren me Bufin, sepse kemi edhe një tjetër video me të cilën kryeministri flet vetë dhe i drejtohet ish kryeministrit zot Sali Berisha. Zgjuar, sa për të gjeni. Nuk po fle, mos e bini qafë kot Luli. Luli është zgjuar, është aktiv, bën xhiro me makinë, i kam thënë ndalo të marrë një pasagjer, mos u rrotullo vetëm duke dëgjuar muzikë. Më prezantoj dhe me Unik Katilin, sot besoj që do ta përshnes me Hysenin, kështu që jemi në rregull me Lulin, çfarë problemi keni me Lulin? Mos e fusni Lulin këtë mes tash. Lulin lëreni se nuk ka dhe faj, Bufi po i ha demokratët rrugëve, Luli do me i bë Euro-Atlantik, e ka të vështirë, për lëreni, mos e ngacmoni tash. Ky është një tjetër ngacmim, po këtë herë lidhet me Lulzim Bashun. Po, kjo është, le të themi, deri diku pjesa më normale, sepse në fund fare përdorim ato që janë instrumentet të personalizuara të komunikimit, ku shikojmë kryeministin që flet nga kryeministria dhe pak a shumë i duket sikur flet nga dhoma e gjumit, do thonë nuk arrit dot të bëj dallimin midis një njeriu që është në shtëpinë e vet dhe njeriu që është në institucion. Është rast atipik, në fakt, nuk ka në për botë, por duhet kemi parasysh këto ka ndodhur thash një degradim në kohë. Nuk mund ndodhi kjo në një vend tjetër të Europës, sepse publiku domethënë nuk ta përkthen, kupton, nuk të reagon, nuk të jep për receptivitet, që të thotë që tërë kjo gjë mund të dalë një fiasko e plot, por ndërkohë mos harrojmë që kemi një person që ka 12 vjet në pushtet, me siguri në mendjen e tij, në kondicionin e tij duket sikur ai ka qenë gjithë jetën në pushtet dhe nuk mendon në kokën e tij që një ditë mund të mos jetë në atë karrike aty ku është. Dhe është lloj ambientimi, mendoj që nuk është e paqëllimshme dhe fakti që kryeministria kthehet në një lloj ambienti personal, bëhen atje, ku do diun kopshte. E kupton publiku gjithë gjithë satirë që ka. Ja t'ju pyesën juve, keni menduar për shembull që në Shqipëri mund të ketë Shqipëri pa Edi Ramën kryeminist për shembull? Po ka patur Shqipëri pa. Jo, ka patur, po tash i ka, mund të tjetër që ka. Kur mendon që mund të ketë? Që ka në momentin që qytetarët i kuptojnë mesazhe që politikanët përdorin gjatë fushatës elektorale dhe vullnetin e tyre ta pasqyrojnë me votë. Mendoj që kështu funksionon një shtet demokratik, por pikërisht kjo është pyetja. Qytetarët a i shohin këto video, këto mesazhe që i japin njëri tjetrit si zbavitës, pra i bëjnë scroll në rrjetet sociale, apo e kuptojnë thelbin e tyre? Kjo është shumë e rëndësishme. I shohim, pra, problemi është këtu që një pjesë e mirë e qytetarëve, si më thënë, janë saturuar me këtë gjë dhe nuk arrin dot mendojnë përtej kësaj. Dhe problemi më i madh që krijohet një efekt që quhet efekt liminal në teoritë e komunikimit, në sensin që njerëzit fillojnë dhe humbin sensin se kush është ky personi, çfarë duhet të bëjë, cili është profesioni vet, cili është puna vet, dhe lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë i duken pak a shumë si i pjesëtar i familjes, si duket si gjyshi, si gjyshja, si çuni hallës, si djalitezes, dhe ka një lloj ai që quhet efekti familjarizimit. Pra ti lidhesh me atë gjë dhe duket komplet normale, dhe duket shumë tip gallat. Normalizimi, kjo është gjë më bile ky është hipernormalizim, është një dokumentar i famshëm, Adam Kurti, si shka e tillë, ka një hypernormalization, domethënë kemi hipernormalizim në sensin që jo vetëm e normalizojmë, pra nuk tronditemi dhe nuk shokohemi, por madje nuk do kërkonim asgjë tjetër dhe duam që kjo gjëja, si më thon, të na bëhet ushqim i përditshëm, pra të lidhet me përditshmëritë, gati me kondicionet tona, me shqisat tona, me dëshirat tona, dhe ky lloj njësimi mendoj unë që është i rrezikshëm, sepse paralizon dhe mpin
masa tëra të audiencës, të cilat nuk kanë mjete tjera, është shumë e vështirë që ti dërgosh një mesazh alternativ, kur kryeministi që dikur thoshte na ngeli ky në televizor për ish-kryeministin Berisha, ndërkohë që ky ka të paktën 7-8 komunikime në ditë, njëherë sy më sy, njëherë vesh më vesh, njëherë ball më ball, njëherë mjekër më mjekër, ku të diun, për ditë ke një formë. Ke një formë që ai të vjen, do të thotë që jam këtu, mos harroj që ku të diun. Unë nuk e di nëse një shtetar duhet haxhoj tërë kohën tërë energjitë e veta, ndërkohë që do duhet të bënte një punë. Nuk e di kush punon në atë lloj qeverie, sepse ne shikojmë gjithmonë një burim drite që është i puna atyre diskove natën, që lëshën atë dritën atje dhe që nuk e fikin pastaj për net tërë. Profesor, pak më herë thamë që kemi një rënje të nivelit të debatit politik, edhe gjithë kjo gjë që po ndodh funksionon. Kemi ndoshta një fatkeqësi, jo thjesht rënje, po. Mirë, kemi një fatkeqësi për sa i përket në debatit politike, nga ana tjetër, duket sikur kemi një zhfokusim të asaj çfarë po ndodh në të vërtetë dhe përdorin këto mënyrat për të zhfokusuar audiencën. Por ajo çfarë ne kemi parë, për të vërtetë se këtë tregojnë dhe matjet, edhe ngjekësi që ndoshta mund t'i përkthejnë edhe në vota më 11 maj se ka një koalicion të vetin, është një rikthim në arenën politike i Lulzim Bashës. Në qoftë se ka një person i cili mbeti anonim pas përçarjes të Partisë Demokratike ishte Basha, me partinë e vet. Pas suport të madh, jo shumë zhurmë mediatikisht, por momenti që tha Orame 77-313, Orame ku i ke shokët, Orame kishin nxjerr shoqet me kcy, duket sikur Basha u rifut edhe një herë në pot njëjta të ritme. Unë kam një tezë tjetër nga ata të cilët thonë që kjo është kot, ata janë marrë vesh, ata komunikojnë ose ku di unë kam një tezë tjetër, ndoshta mund ta kem gabim, është mendimi im. Unë them që më shumë se mënyra se çfarë bën Basha edhe ai sportiviteti ose ku di unë, është mesazhi që ka brenda. Ki parasysh një gjë që Lulzim Basha herët është pozicionuar pro Spakut, ku di unë. Dhe ka thënë që ne në fund fare do ta çajmë me anë të Spakut, ëh, gjithmonë i ka bërë, si më thon, i ka bërë lavde kësaj gjëje. Dhe nuk ka dalë krejt pa gjë, sepse shumë nga pjesëtarët e qeverisë dhe ish-ministra, ministra apo njerëz të pushtetit lokale ku janë në burg. Dhe ndërkohë ai, më thonë, kishte një kartë këtu nga pikpamja e komunikimit. Aty e ka përkthyer pastaj në një video duke i bërë gjysëm, si thon, tallje, gjysëm shakaje, gjysëm satire, gjysëm ngacmimi, dhe i thotë shokët, ke parasysh në këtë gjë. Për mua ajo nuk është e suksesshme për mënyrën, se me qira fjala ai nuk duket as në një tip kështu kaq i këndjellshëm për ta bërë atë gjë, por mesazhi që ka brenda është interesant. Ai që ka ngacmuar publikun me sa duket. Mesazhi që ka brenda pra shokët në burg, që është shumë e vërtetë. Ai Rama nuk mund t'i rri indiferent kësaj, se i di që shokët i kanë burg dhe nuk i përgjigj Lulzim Bashës, por i përgjigjet publikut i cili e beson atë gjë. Dhe ai e di shumë mirë që ai ka njerëz në burg, ai nuk mund të thotë që nuk ka njerëz në burg. Dhe tani nuk mundet ti rri këtij mesazhi dhe të fshihet para kësaj, sepse është një vërtet që është sa një malja, kupton? Njerëzit i kanë në burg dhe ka mundsinë ose mos të merret fare me këtë gjën që do ngelet që ky ka në burg. Çka ka ky që s'flet që ka njerëzit në burg? Pra dhe ky kërkon të normalizojë vetën e vet për të thonë që ore këta janë në burg, po unë vazhdoj të jemi fuqishëm. Vazhdoj mos ta humb sensin e humorit. Mbi gjitha vazhdoj mos ta humb qetësinë. Sepse jam njëri që kam qetësinë time, ata janë në burg, po unë për veten time e quaj veten komplet si më thon të distancuar dhe madje ata janë futur në burg për shkakun tim, sepse është unë që e kam mbështet drejtësinë etj. Pra nuk e eviton dot atë lloj. Nuk e eviton dot këtë lloj gjëja. Ti po shikoja një video që krahasonte, domethënë bënte një lloj ballafaqimi të përgjigjeve dhe të komunikimit që kishte pas me njëri popullor që edhe unë e simpatizoj, që Ilir Vernozi, dhe e thoshte si folëm ne Ilir ku do diun. Tani të mendosh që kryeministri është duke u marrë me qytetar thjesht. Me Ilir Vernozin, që në fund fare është njëri popullor, njëri unë thashë simpatizoj duke njëri shumë i vërtet. Dhe pse e bën atë gjë? Nuk e bën që të japi llogari Ilir Vernozit. Por e bën sepse Ilir Vernozi në fund fare
tha një të vërtet shumë të madhe, që Ilir Vernozi, në farë kuptimi, kishte distancuar vetën e vetë dhe kishte refuzuar të pinte një kafe me to. Dhe i s'mund ta pranonte këtë lloj turpërimi. Ky është lloj turpërimi. Edhe bëri një 7-8 minuta video për të treguar si ishte biseda, tash imagjino kryeministri i Shqipërisë që merret vesh dhe mundohet të shpjegojë publikun si shkoi. Është si lloj si ju them unë juve ku diun, shiko se mua bëj që bëra me atë shokun tim unë, dhe thonë ju ç'në intereson neve kjo gjëja. Dhe në fakt nuk e intereson, por ai ndodhet i turpëruar pikërisht për shkak se marrëdhënien me publikun tani e ka në imazh, po nuk e ka në punë, nuk e ka në lëndë, po e ka në imazh, sepse publiku do të di që kryeministri i Shqipërisë është njëri i cili nuk ka njëri ta refuzoj. Ai bën çfarë të doj, ai është tërkohës, për mendimin tim është një fushat diskreditimi ndaj Partisë Demokratike dhe përpiqet të marrë njerëzit që janë më emblematik të Çfarë mund të themi për eksponentët shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste, sepse edhe Basha i referohet me shoqet i nxorë për me këcyet, sepse flet edhe në dialekt e bën me kastile. Nuk është shoqja, ka fjalën për ato të Bufit. Ka fjalën për Ballukun. E ka fjalën për çeljen e fushatës. Unë them ti themi me emrat zonjën Ballukun. Po pra, e ka fjalën për zonjën Ballukun, që edhe mendimin e regjisë do kemi mundësi ta shohim dhe si video, sepse kemi kuptuar që ka rikthyer një pjesë të mirë të audiencës. Pra, edhe eksponent të rëndësishëm partisë, nuk po themi ndoshta për të rinjt apo institucione si Freshi apo drejtora kryebashkiak më the të thash, po dhe numri 2 të qeverisë Ballukun e nxjerr për të kërcyer. Po, tani komente apo do shikojmë pamjen. Na komunikon regjia, po tani talli me kë? Është talli me Ballukun apo është talli me qytetarët? Jo, jemi në oborrin e mbretit, nëse ti do të jesh në këtë obor dhe të kesh pak pushtet, duhet të bësh gjithçka. Duhet të bësh gjithçka, nuk ka absolutisht, nuk ka numër 2, numër 3, ku diun ka vetëm një person dhe thash të gjithë tjerët pastaj është një lloj spektakli i personazheve të cilat të gjithë secili me mençurinë e vet gjen se ç'a duhet bëj dhe çfarë e kënaq mbretit. Ata e kanë gjetur, bravo. Ne ndjekim dhe kemi mundësi ta vijojmë diskutimin për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë parë. O Rame, kishe nxjerr shoqet me kërcyr, Rame. Po shokët më Ram, tu tundën e qike 7-313. Kujdes, se njona ta ka bo gati hapur, Rame. Apo i ke marrë masa ti, i ke gati letrat për Keveni. Së më tregove, Rame, vis Roshin, si i ke da me Bufin? A i paradite Tim Dark, apo i dit a i dit ti? Së dajt shpirti nga Bufi, më Ram, ti dhe Bufi dhe ti, jeni të pandam. Bashk doni me majtë Shqipërinë si pajën tuj. Po i keni bog gabim hesapet, Rame. Edhe 4 javë, do shkojnë njerëzit me votu. Dorë për dorë do ju përcjellin, Rame. 7x7, 313. Kemi të bëjmë me një profil të ri politikani. Të paktën në këto memet fundit. Cite nuk i shkon fort? Me dise. Jo, thash, nuk është shumë i talentuar për të ekzekutuar, mos t'i ngatrojmë. Jo, ai është në gjën e vet, mendoj që është fiks aty ku duhet të jetë, për arsye sepse ai pushtetin real e ka humbur dhe e vetmja mënyrë për të qenë në skenë është kjo, domethënë edhe shumë mirë që e bën kështu, sepse duke qenë se sa koleksion dështimesh ka në gjithë karrierën e vet, mendoj që kjo ishte gjëja më e ndershme që mund të bënte. Dhe nuk është problem se s'ka njëri gjallë që nuk e bën këtë gjë, se të gjithë ne tash jemi këtu në studio, po kemi edhe elementin tonë të gallatës edhe çefi ku diu. Thjesht ai e ka shpallat, i ka thonë, duhet mua tash të bëjmë serioz. Kush merr mua më seriozisht tani, mas 17 dështimesh. Në qoftë se ky është perceptimi, pastaj është për të vlerësuar. Kush merr mua më seriozisht, pastaj është për të vlerësuar. Ai është shumë i zgjuar, domethënë ai e kupton shumë mirë se në çfarë karrierës vet është shumë i zgjuar, e kupton shumë mirë se ku është. Vetëm mënyrë për ta çarë është kjo. Sepse ai nuk ka pushtet real, do të thonë cili është pushteti i Lulzim Bashkë nga pamje institucionale e partisë, pra mungesë strukturave politike. Lulzim Bashkë doli i 4 në Tiranë. Do të thonë dhe Erin Qori që ishte rishtar e mundi. Tani flasim seriozisht. Pra pse mos i shfrytëzoj Mehmet për të shkuar tek dhe bën gjën e duhur për mendimin tim për të ndetur deri aty. Sigurisht ajo do ketë një efekt caktuar, do shkojë deri aty ku do shkojë, nuk mendoj që do bëjë një ndryshim rrënjësor, por për një kohë caktuar atë formulë edhe pak a shumë slogan apo edhe këtë iniciativë koalicioni Euroatlantik
që është një term pak i çuditshëm, e mban në skenë, e mban aty. Profesor, një pyetje të fundit kam, në qoftë se në mënyrë imagjinare ndërtojmë një tabelë dhe klasifikojmë komunikimin politik për këtë fushatë elektorale 2025-ën me klasik, satirik dhe patetik, këto vendosje poshtë secilës kolonë. Pa cikletosur, në qoftë se refuzoni përgjigjen, nuk ka asnjë problem. S'ka në gjë, shiko, disi është gjë, ky lloj komunikimi, thash, reflekton asgjë më shumë apo më pak versa atë që 40% e popullsisë shkojnë në zgjedhje. Deri në momentin që nuk do ketë subjekte të reja të fuqishme, apo këto që janë, nuk e di, transformuar, nuk e di, por subjekte të reja të fuqishme, që janë kërcënim real për establishmentin, jo për Partisë Socialiste. Klasik, satirik, patetik. Jo, Berisha është klasik dhe për shkak moshës. Rama. Rama mendoj që po zhbirilon aspektet e veta më të errta të një humori të zi. Satirik atëherë. Po satirë me gjithçka, është një lloj satire, po ka dhe një lloj autosatire me vetë në vetë. Basha mendoj që është në fazën, më thësh, një lloj egzaltimi, ka një lloj shpërthimi, ka një lloj çlirimi e njeriu, domethënë, sepse ka pas ato halle dhe nuk ka pas mundësi me shpreh vetë në vet. Ka thënë madje ka shpreh vetë që kam pas gjithmonë njëri mbi krye. Tash unë jam vetja ime edhe tekst patetik e lë. Jo, është zbavitës, s'është patetik. Rama është patetik. Rama është patetik. Mendoj se po, sepse ai ka shumë mundësi për të bërë Qorri, Shabani, Lapaj. Qorri rrin shumë të mesazhi. Rrin tek mesazhi, por ama me një lloj empatie, gjithmonë u flet empatisë. Shabanin, e ki fjalën për të dy, apo vetëm për Shabanin dhe për Adriatikun më vete? Bashk. I shoh shumë të fokusuar tek figurat, pra ata vetë kanë bërë një lloj hapi mbrapa dhe i shoh shumë që kanë investuar tek figurat. Mendoj se nuk është strategji e keqe. Megjithatë unë ec gjithmonë që është trupi që shtyn individët dhe individët të kompozojnë trupin. Mos harrojmë dhe Metën, se është prezent në mënyrën e tij, por është i pranishëm. Metën dje lexova që kishte bërë një urim për Pashkët dhe nuk e di çka kanë këtë, e kuptoj shumë mirë, por këta të gjithë ata që janë në qeli sot kanë në vetë natyrë një lloj moskuptimi të realitetit dhe sillen sikur janë në dhomën gjumit, pra sikur janë në shtëpi, pra sikur janë jashtë. Dhe ai është për mua problemi që krijohet diku që është në fakt në kusht izolimi, por që mundohet ta stimulojë veten sikur është jashtë, duke krijuar dhe ata një lloj normalizimi, pse jo dhe hipernormalizimi. Dhe ata janë në hipernormalizim. E qartë. Profesor, të falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit, uroj shumë që të kem qenë, si më thon, kontribus, edhe të kem sjell diçka për këtë lloj fushate. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të kemi pritur në fund, do t'ju lëm takim sërish nesër në 7:05.